Pak ditë më parë në rrjetet sociale u publikua kjo video me përmbajtje të dhunshme e cila vinte nga qyteti i Lushnjës. Nga kjo kamera sigurie e një biznesi në qendër të qytetit shihen dy persona që godasin pa mëshirë një person të tretë të shtrirë në tokë. Ngjarja në fakt ishte zbardhur nga mediat përpara se kjo video të publikohej. Dy agresorët ishin Irdin Asufi 20 vjeç dhe 17 vjeçaria Nea Koreshi, ndërsa viktime e sulmit kishte mbetur 43 vjeçari Fabiol Hysi, person me aftësi ndryshe dhe mangësi komunikimi, apo thënë shkurt Shurdh Mehmet. Në video shihet momenti kur dy të rinjt afrohen Hysit me një qasje as pak miqësore dhe pas pak çastesh 20 vjeçari e godet me grushta dhe shelma. Teksa 43 vjeçari mundohet të mbrohet dhe tërhiqet pas duke u përpjekur të shpëtojë, Irdin Asufi merr diçka të fortë dhe e godet duke dëmtuar në kokë. Më pas është radha e 17 vjeçarit që shkelmon pa mëshirë një person që për nga mosha mund të ishte babai i tij. Pak minuta më vonë, një i afërm i familjes ka gjetur 43 vjeçarin të shtrirë në tokë dhe më pas ka njoftuar policinë e qytetit dhe ambulancën. Si pasojë e këtij agresioni të paprecedent, 43 vjeçari ka posuar fraktura në kafkë dhe hemoragji në tru duke u dërguar me urgjencë në Spitalin Universitar të Traumës në qytetin e Tiranës. Në lidhje me këtë ngjarje, gjykata e Fierit caktoi masën e sigurisë arrest me burg për 20 vjeçarin Irdin Asufi, ndërsa vlerësoi të mjaftueshëm detyrimin me paraqitje për 17 vjeçarin e Nea Koreshi me pretendimin se kemi të bëjmë me një të mitur. Lidhur me drejtësinë penale për të mitur, e cila automatikisht përcakton dhe rregullat për autorët e veprave penale që janë të mitur, ka lehtësira për sa i përket mënyrën se si ata trajtohen dhe në varësi të veprës penale, arresti në burg është opsioni i veçantë për të miturit, pra nuk mund të ndodhë gjithnjë. Në rastin konkret mund kishin dhe një arrest shtëpie. I mituri, pavarësisht nga lehtësirat që merr nga procedura, është një lloj fajtor si dhe autori tjetër. I mituri duhet të dënohet, por dënohet me gjysmën e dënimit se kështu e parashikon ligji. Në dëshminë e dhënë në polici, dy agresorët pretendojnë se mbrëmjen e 20 të marsit janë shkëmbyer me Fabiol Hysin, të cilin e njihnin më parë. Sipas tyre, 43 vjeçari i ka ofenduar. Ai sa mund të ofendojë një person që nuk flet? Fillimisht dy autorët pretendojnë se kanë nisur të bëjnë shaka me të, por Fabiol Hysi i ka ofenduar dhe ata e kanë goditur me grushta. Kjo është me pak fjalë dinamika e ngjarjes sipas dy djemve, në shtëpitë të cilëve situatat janë krejt të ndryshme. Nuk di se. Nuk ka fjalë. Jam shumë, nuk jam gjendje. As. Keni patur mundësi për shembull të flisni me djalin apo marrë sa dini si mund të ketë qenë situatë? Nuk di çfarë them. Nuk di të flas, nuk di të them. Në ndodhi e papritur, ne ishte një bukë, nuk e di. Më ndi keq për ata, në për ata fëmijë, shqyqyr që dori nga zona rrezikut se janë lutur shumë, ama ne për më ne përjetojmë shtu. Nëna 20 vjeçarit tashmë në burg e ka përjetuar mjaft keq atë që ka ndodhur dhe kjo shihet qartë në çdo fjalë që na thot. Sa vjeç është Irdi? 20 vjeç. Po tani fajin e ka marr Irdi vetë për sipër apo është edhe djali tjetër? Nuk e kupton që unë jam në një gjendje që unë nuk kam pyetur asnjë. Avokat ose mbrojtës ligjor keni? Avokat po kemi. Po them, ne nuk kemi rrallë me këtë gjëra. Nuk dim, besoni apo jo. Na ra kështu. Jemi në punën tonë. Erdhën e morën në shtëpi apo në shtëpi? Punonte diku Irdi? Jo, ishte në shkollë. Gjimnazi përgjithshëm. Jo, ishte në Tiranë. Në shkollë profesionale. Ase ne nuk e njihim. Kjo është një që ishin shok të fundit, marrë në shoqëror. Po ku ka ndodhur këtu te xhamia? Se di. Ti beson që unë s'kam dalë fare? Keni patur mundësi për shembull për ta takuar vetë Irdi në komisariat apo në zyrat atë? Jo, nikën e gjyqit, ne sa takuam se s'na la. Çfarë u thanë në ditën e parë? Nuk isha beson që s'kam qenë në asnjë vend, edhe burri nga shefi, por kur e pyet çfarë, mos më pyet se i harrova gjithë. Ajo që ka ndodhur duket se i ka rënë si bombë këtyre dy prindërve, që tashmë kërkojnë kokulur falje për veprimet e të birit. Familja atje ju ka thënë diçka? Ne kemi dashur të kontaktojmë, burri vajti që ditën e ditë u bë. Vajti në Tiranë nuk takuam njëri, vetëm doktori, ai që e kishte edhe narkozën. Ai kishte thënë është në gjendje stabil, po e ruajnë, po e bëjnë monitorim. Do doni ta takonit për shembull nënën e vet? Po sigurisht që duam ta takojmë nënën e vet, do i vija shumë një falje nga ana e fëmijës tij. Do mbajtë që të ndikësh bër operimin ndek. Ka një reanimator. Po presim sa ta marrë. Gjendje stabil. Pastaj thoshin jo se situata ta takosh tani, ose është kështu, kaq. Ku me djalin ke pas mundësinë me taku me fol apo diçka? Po dakor me çunë nga ishte bërë. Me atë duke të takojnë. Dhe ne njerëz jemi fëmija, jo fëmijë. Po me këtë djalin tjetër me mbiemrin Koreshi, pas në një lidhje ndonjëherë apo e keni parë djalin që ka patur? Shoqëroshin të dy. Probleme e kështu më përpara s'është se ju ka sjellë ndonjëherë. Ne ka bërë. Unë as video nuk kam marrë. Nuk e shikoj. As rrjetet sociale s'kam dhe si ha. As lajme nuk kam.
Besoni nuk duroj dot, jam e ngarkuar. Sa kur vinë lajmet unë them burrët sik televizori. Nuk i shikoj. Mos e provot njëri, jam shumë rënd. Ai që bërë djalin është gabim. Ama unë nuk e shikoj dot, nuk e pranoj dot. Ndërsa kjo none demonstron dhimbjen dhe kërkon ndjes për veprimet e djalit ndaj një viktime të pafajshme, disa qindra metra më larg të afërmit të 17 vjeçarit që ndodhet në gjendje të lirë, duket se kanë vetëm një hall. Qetësinë shpirtërore të djalit të tyre, i cili ka masakruar pas një mëshirë një person me aftësi ndryshe. Si kalove? Unë në fakt kërkoj familjen e Enea Korreshqit. Unë ta takoj vetëm pak Enean të lutem? Po ju pushini? Nga Piranja. Po ta bëni pyetje me ne. Po thjesht për ta pyetur si ka qenë situata. Nuk e zën një me maskë ka qelluar atje kaq. Se to mediat janë që po i shpatallojnë te çket miletin. To mediat janë. Se flasin fjalët nuk i din. Dhe flasin kush pas çetit vet. Në fakt nuk janë mediat, por kamerat e sigurisë të cilat tregojnë qartë dinamikën e një dhune të pandërprerë. Nuk zihen ditë. Po tani është kështu me detyrim paraqitja. Në kujdes në babait, jo çonë paraqit. Ndërsa ne jemi duke folur me familjarët, përpara ne shfaqet 17 vjeçari i cili mohon me një herë të jetë i përfshirë në agresionin ndaj 43 vjeçarit. Po si ishte, ju shau ai, ju foli diçka? Po jo një, po edhe me shokun tim, çita. Dhe vetëm rastistë. Nuk ka punë këtej. Ata punë tyre diçka. Se është sikur ju ka ofenduar, po s'kuptojmë këtë gjë, domethënë si mund të ofendoj një shurt me met. Gjithë janë kapa ta pas me një tjetër. Ti s'ke qenë fare. Do të thonë nuk kam qenë edhe të rast, shëndor. Thjesht që janë kap kaq e dikon. Nuk kam qenë dot tjetër. Pas të tjerë që janë zdarë janë fort. Ne kujtoj po te videoja nuk je ti? Video jam unë, por nuk kam që kam sjell. Në një moment ke dalë edhe ti aty që e godet apo jo? Jo, sa më ditë fare. As me rrugë asgjë. Ndërsa 17 vjeçari na gënjen sy më sy, pavarësisht se pamjet janë shumë të qarta, bisedën e ndërpret nëna e tij. Është në kështu që nuk është e nevojshme sepse ai quhet minore, doloshe, kështu që nuk është e nevojshme. Ajo ka të drejtën e votës, ka shumë të drejtë të flasë. Sa fëmijë tim është e nevojshme që të zgjidhen dhe të bëjnë gjërat më të këqija. Nuk bëjnë gjëra qartë, kjo është parë në të tërë në jetë. Asnjë ndjes, asnjë ndjenjë keqardhje, asnjë tentativë për të takuar familjarët e të dhunuarit, i cili ndodhet ende në spital në vëzhgimin e mjekëve dhe të nënës që nuk i ndahet në asnjë moment. Ty kush të njoftoi për këtë? Më njoftoi një mik e shajme. Se miki ca e kishte gjetur në shtëpi, e kishte lëvizur, se ishte më fitur poshtë, edhe kishte lëvizur dhe kishte njohur. Ai vej me policinë me ambulancët e morën pastaj çuan direkt aty. A ka qenë agresiv djali kohët e fundit? Jo, ai atë na troka. Siç ka që bën të shenja të kështu, ata si duket e kanë provokuar. Po ajo duket në kamerë. Ai është larguar me dy xhepa të shmangur, ai. Ata kanë atëherë si duhet edhe në voditur ata. Ajo voditë ishte fatale aty. Ti binte ti thënë ne ka? I më në një të mëjë. Jo të marrë burë ti bëj ta marrë pesë shako. Të merr. Ju si keni njoftur përpara këta dy tipa? Jo, absolutisht jo. Atë natë në komisariat ti ke qenë? Jo, ti ka drejtë. Leki plasë gjaku, ata u tremën, ata u çuan me të vet. Ti janë të trupë jam nisi ishin ja trupë me rroba ata, domethënë nuk kemi sa drejt. Pastaj një marrë para animatorin ai, na skanë ata dhe nisu me infermierët. Unë jam në makinë me ato doktoreshë. Sa ka të më 30 ajo, që në 30 nuk e di sa si do të thotë. Është gjatë këtu, se ti kishte vjetë. Por për fat të mirë kjo nuk ka ndodhur. 43 vjeçari është përmirësuar pavarësisht plagëve horror me mbi 25 cm në kokë, e cila edhe sot pas gati 2 javësh nga ngjarja është e dukshme. Ky zotëri, të cilit përveç pa aftësisë për të komunikuar, ju shtua edhe kjo goditje që mund t'i lërë pasoja në të ardhmen, kërkon drejtësi, që të paktën deri në këtë moment duket se nuk po ndodh. Raporti i drejtësisë penale për të njëjtën me kodin e procedurës penale në pikpamje teorike është shumë i mirë. Ligjet e shkruara janë shumë të mira, janë si për në Suedi, por zbatimi është si për në vendet e treta.